Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli i shpallën luftë Iranit duke dërguar kështu avion luftarak duke bombarduar këtë shtet edhe vrarë dhe liderin e tyre Ali Khamenei. Për të folur mbi çfarë po ndodh në linjën e mesme dhe disa tema të tjera lidhur me të ardhmen e Shqipërisë, kam të ftuar në një lidhje direkte Grit Roy, profesor i politikës në Universitetin CUNY në New York, si dhe autor i podcastit Grit Roy që mund ta ndiqni në kanalin e tij në YouTube. Griti, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit juve për ftesën, kënaqësi. Griti, si e pat nisjen e luftës nga Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli ndaj Iranit? Po, bota është në një, si që kemi thënë disa herë këtu, edhe këtu tek ju, bota është në një moment shumë delikat, sistemi ndërkombëtar është duke u riformatuar dhe zakonisht sistemet ndërkombëtare nuk formatohen thjesht me procese paqësore, pra është një vazhdimsi e një lufte për riformatimin e sistemit ndërkombëtar që ka filluar prej shumë kohësh, pra nuk ishte e çuditshme. Ajo që ndodh në lindjen e mesme është vazhdimsi e proceseve që kanë filluar që në vitin 2014 në Krime dhe që kanë vazhduar me intensitet më të lartë ose më të ulët gjatë gjithë kësaj periudhe, duke vazhduar me luftën në Ukrainë dhe përplasje të tjera në sistemin ndërkombëtar. Pra, nuk ishte e papritur për profesionistët, ishte një zhvillim i pritshëm. Gjithsesi mbetet një zhvillim shumë i rrezikshëm për të ardhmen e botës, për shkak se përplasen shumë interesa gjeostrategjike, nuk është thjesht një përplasje midis tre vendeve, është një përplasje shumë më e gjerë dhe si e tillë mund të shkaktoj pasoja shumë më gjerë se sa lindja e mesme vetëm. Ndërhyrja e Shtetet Bashkuara bashkë me Izraelin kundër Iranit, pavarësisht qëllimeve që bëhen publike, nuk ka lidhje sipas meje thjesht as me armët bërthamore të mundshme që mund të krijonte Irani, sepse ajo çështje u zgjidh, nëse mund të themi kështu, me anë të bombave para një viti, por ka të bëj me mundësinë që Irani i ofron atyre që janë konkurrentët strategjik të Shtetet Bashkuara të Amerikës, që është Kina, për të pasur burime nafte shumë me çmime shumë të lira. Është i njëjti proces që filloi në Venezuelë, pra rënja e regjimit të Venezuelës ose rifutja e Venezuelës nën ombrellën e doktrinës Monroe, në ombrellën amerikane, të paktën për aq sa mund të përftojmë sot, ishte dhe ajo pjesë e të njëjtës strategjie afatgjatë. E megjithatë, nuk duhet që të bijem pre e mjegullës së luftës. Lajmet që kemi dëgjuar nëpër televizione ose nëpër çdo lloj mjeti publik janë shumë të kufizuara, nuk pasqyrojnë realitetin e plot, me dizenjo kjo punë, sepse nuk lejohet që t'jepet realiteti i plot deri në përfundim të luftës dhe nuk na japin një tablo të qartë asaj çka po ndodh realisht në lindjen e mesme. Për ta sqaruar opinionin publik, unë nuk mendoj që me gjithë epërsinë jashtëzakonisht shumë të madhe të ajrore të Shtetit Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit, Irani nuk ka mjete për të përgjigjur dhe nuk ka përdorur mjete si përgjigje. Në fakt, po ta mendojmë se për një javë, sipas raportimeve jo zyrtare, Irani ka shkatruar 3 nga 10 radarat më të mëdhej të ushtrisë amerikane, ka shumë vend për shqetësime të mëtejshme në këtë pikë, për sa i përket agjendës së ushtarake në rajon. Grit, në fakt, a është Irani një kafshat shumë e madhe për t'u kapërdir nga SBA-ja dhe Izraeli, pasur parasysh që është një shtet me gati 100 milion po themi banor dhe me një potencial të madh ushtarak, si dhe me rezerva të shumta të naftës dhe me zhvillime të forta të, po themi, të aspektit strategjik ushtarak. Dhe a besoni që do të gjynjëzohet kaq lehtë nga SBA dhe Izraeli, apo do vi një moment që
do ketë marrëveshje pa e pasur parasysh se kush humb apo kush fiton këtë luftë. Pikë pari më lejo të korrigjoj lehtazi një pjesë të pyetjes. Irani nuk ka potenciale ushtarake. Irani ka një ushtri të fortë, është një fuqi rajonale, ka një ushtri të konsoliduar, ka një sistem të mbështetur në ideologjinë fetare, i cili është i mirë konsoliduar, me disa shtresa, siç po vërtetohet dita ditës, megjithse u pre koka e regjimit dhe u vran 40 kryetarë të gjitha institucioneve më të larta ushtarake dhe shtetërore, shteti vazhdon të funksionojë, pra nuk ka rënje të regjimit ende. Pra, si fuqi rajonale ishte e pritshme nga gjithkush që merret me rajonin, që Irani të ishte një kockë e fortë për të thyer dhe jo kaq dhe të mos dorëzohej që javën e parë ishte e pritshme. Megjithse, duhet të thënë që për nga potenciali ushtarak nuk matet dot me potencialin ushtarak të Shtetet Bashkuara të Amerikës. Bombardimet në Iran kanë vazhduar, pra Irani gjendet në një tërësni jashtëzakonisht shumë të fortë. Thënë kjo, Irani si fuqi rajonale ka përdorur të gjithë fuqinë e vet, jo vetëm për të kundërpërgjigjur kundërshtarëve, sepse nganjëherë në luftë nuk fitohet vetëm duke ju kundërpërgjigjur kundërshtarëve, por duke zgjeruar fushën e betejës dhe duke e bërë betejën më shumë se sa një betejë rajonale ose një betejë për hegemoni rajonale, duke shndruar betejën në një betejë për ekonominë e botës, duke shndruar betejën në një betejë për rrjetet e qarkullimit të detar të mallrave dhe të gazit të lëngshëm pikë pari dhe të naftës, duke e bërë betejën një betejë për gazin e Europës, për shembull, i cili tani më vjen më shumti nga Katari, dhe përfshirja e Katarit në objektivat e Iranit pikërisht këtë qëllim ka, që ta lërë Evropën pa burime të aksesueshme gazi, dhe në atë pikë Evropës do t'i duhet që të marrë një vendim që të vendoset nga njëra anë e ekuacionit ose nga tjetra. Pra, veprimet e gardës kombëtare, sepse ajo është pjesa që e drejton Iranin sot, ajo është forca që drejton Iranin sot, veprimet e saj nuk kanë qenë të jo strategjike, kanë qenë strategjike, diku me më shumë sukses, diku me më pak sukses. Por t'ju kthyer pyetjes tuaj që është Irani një fuqi që do jetë shumë e vështirë për t'u thyer. Një raport që më duket është publikuar sot një shkrim në Washington Post, një raport i inteligjencës amerikane, 18 agjencive të inteligjencës amerikane në Këshillin e Inteligjencës Kombëtare, i cili bazohet Këshilli i Inteligjencës Kombëtare bazohet në Shtëpinë e Bardhë, ka dalë dhe ka thënë që edhe nëse do të ketë një ndërhyrje toksore, pra edhe nëse do të ketë trupa që zbarkojnë në Iran, një opsion të cilin presidenti Trump nuk e ka përjashtuar deri më sot, do të ishte shumë e vështirë që të diktohej se kush drejton Iranin. Pra, në vija të trasha, raporti sugjeron që elitat iraniane me anë të kontrollit që kanë mbi shtetin dhe me anë të legjitimitetit që kanë fituar edhe kundërshtarët e tyre. Pra, njëra nga ato gjërat që kanë ndodhur që është pak paradoksale është që edhe ata që janë kundërshtarë të regjimit fetar në Iran, në ndikimin e bombave janë kthyer në mbështetës të Iranit si shtet dhe nuk e kanë të mundur që të kundërshtojnë më së brendshmi. Nuk kanë legjitimitet në duhur për ta kundërshtuar së brendshmi. Pra, megjithse nën bomba, regjimit i është rritur legitimiteti. Në këto kushte, sipas raportit të 18 agjencive të inteligjencës amerikane, bëhet e pamundur edhe me prezencën e trupave, edhe nëse pushtohet Irani, që të diktohet se kush do të jetë lideri i tij, siç është objektivi që ka shprehur presidenti Trump para disa ditësh në një postim në rrjetet sociale. Gridi, ka pasur mjaft teori ku është thënë që lideri i Iranit, Ali Khamenei, ka qëndruar
po themi me qëllim në bazën ku bombarduan nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, me idenë që po themi vdekja e tij të ishte një lloj motivimi më pas për forca të ndryshme ushtarake në Iran për të përballuar sulmin që mund vinte nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Besoni te një komplot i tillë apo thjesht po themi këto teori kanë dalë pastaj në mënyrë që të ketë motivim mes iranianëve? Jemi siç e thash më parë, unë nuk i besoj shumë të ashtu quajturave lajmet që dalin nga fush betejë. Jemi në një gjendje lufte në të gjitha palët, ku të gjitha palët, edhe ato që nuk janë të përfshira drejt për drejt, pra edhe Kina që duket sikur nuk është e përfshirë drejt për drejt, pavarësisht se ka bërë një kontratë para pak javësh për të shitur Iranit raketa kundër antidetare për të cilat duket se janë të dizenjuara për flotën amerikane, e cila ndodhet në ujërat iraniane sot. Pra, edhe aktorët të cilët duket sikur nuk janë të përfshirë drejt për drejt, të gjithë kanë interesat e tyre dhe lajmet që dalin nga të gjitha anët janë pjesë asaj që është propaganda e luftës. Një studius i famshëm, një politikan i famshëm dikur thonte që viktima e parë në luftë është e vërteta. Ndaj dhe unë do isha shumë i kujdesshëm ndaj këtyre lloj lajmeve që qarkullojnë, pavarësisht se diku aty në mes një farë vërtete ekziston, por kjo do të merret vesh më vonë, në momente kur mos interesat të jenë kaq imediate, të mos jenë kaq imediate dhe të kemi mundësi që të bëjmë një lloj analize. Thënë kjo, Ayatollahu Khamenei ishte e ditur që ishte i smur, ishte e ditur që ishte një moshë të thyer. Pra, nuk është jashtë çdo lloj logjike që ai të pranonte martirizimin e vet. Më anë tjetër, unë nuk besoj që ka njëri që kërkon martirizim me gjithë familjen, sepse në atë bombardim janë vrarë dhe pjesëtarë të familjes, tij është vrarë edhe gruaja, edhe njëri nga djemt, duke përfshirë edhe nipër e mbesa. Kështu që nuk besoj që të paktën sipas lajmeve që kemi deri më sot se Ahmadinejadi duket sikur ishte i bombarduar dhe i vdekur, po ja që nuk pas kështë qenë i bombarduar dhe i vdekur, të paktën sipas lajmeve që dalin deri më sot. Duhet theksuar edhe një gjë tjetër që sot jemi në epokën e inteligjencës artificiale dhe çdo gjë duhet marrë me pincetat e mosbesimit, pikërisht për atë arsye. Çdo video që mund të shohim sot, që duket si provë fundore e një fenomeni, nuk ka asnjë lloj problemi që të krijohet artificialisht. Shtetet e kanë pasur këtë lloj aftësie prej 30-40 viteve, kanalet shtetërore, mirë po sot është e mundur edhe në kanale hapura, kanale jo zyrtare, të cilat mund të marrin dhe të falsifikojnë çfarëdo lloj gjëje me anë të inteligjencës artificiale. Pra duhet të jemi shumë të kujdesshëm në çdo lloj gjykimi dhe duhet të thënë që në fillim që këto gjykime bazohen në informacione siç i kemi deri më sot. Si e parashikoni ecurinë e kësaj lufte? Ecuria e kësaj lufte ka disa mundësi të ndryshme. Mundësia e parë është që me shkatrimin e kapaciteteve ushtarake të ketë një ndalje të sulmeve mbas 4 deri në 5 javëve, dhe si të bëhet ajo që presidenti Trump quajti t'i lejohet popullit të Iranit të zgjedhë drejtuesit e vet. Dhe të ketë parasysh që drejtuesit duhet të jenë më dashamirës ndaj agjendës amerikane. Ky ishte kushti që vendosi së fundmi presidenti Trump. Një mundësi tjetër është që të zgjerohet lufta, të futen trupat toksore dhe të krijohen kushtet për një zgjerim edhe të mëtejshëm. Një mundësi e tretë është që Irani të fillojë të fitojë një epërsi. Ka disa fjalë që raketat ose artilleria antiraket, po themi kështu, e cila kërkon raketa në vete, raketa interceptuese ose kapse në ajër, është e kufizuar, sidomos për vendet e gjirit, ata kanë një numër shumë të kufizuar raketash, dhe nëse numri i raketave dhe raketahedhësve iranian
është më i madh se sa raketa pritësit, atëherë Irani në kohë zgjatje do të fitonte një avantazh, një përsi shumë të madhe. Nëse kjo ndodh, atëherë do të kemi Izraeli do të rrezikojë jashtëzakonisht shumë, por siç dihet Izraeli është një fuqi bërthamore dhe ka edhe këtë mjet të shtrëngimit. Pra, të gjitha opsionet mbeten të hapura. Një opsion tjetër shumë më i rrezikshëm është që të zgjerohet hapësira ku luftohet, që të futen aktorë të tjerë rajonal, Azerbajxhani, Turqia më vinë në mend, dhe disa aktorë të tjerë, të cilët e ndjekin me shumë vëmendje, dhe hyrja e këtyre aktorëve të tjerë pastaj do të hapte lojën, do të hapte kutinë e Pandorës për gjithçka tjetër. Pra, do ta zgjeronte luftën dhe ta kthente një luftë realisht botërore, pavarësisht se unë kam shprehur këtu dhe vazhdoj të mendoj që kjo është një vazhdimsi e një lufte botërore e cila po intensifikohet. Pra, nuk ka nevojë të shpallet lufta botërore, thjesht është duke ndodhur. Gridi, si shpjegohet që nuk ka pasur një solidaritet me Iranin nga vendet myslimane përreth që po themi Irani ka, por kemi pasur që kanë pasur një lloj neutraliteti, përfshirë këtu dhe Turqinë. Çfarë roli po luan Turqia në këtë luftë? Shikoni, pikës pari ka një dallim shumë të madh midis Iranit dhe vendeve myslimane sunnite. Sepse është një dallim ideologjik fetar që i ndan, pavarësisht se janë të njëjtës fe, sunitët dhe shiat kanë besime të ndryshme nga njëri tjetri, madje konsiderojnë njëri tjetrin armiq të fesë. Armiqësia, përtej armiqësisë, themi nga pikpamja ideologjike fetare, kemi gjithashtu armiqësi rajonale. Irani si fuqi rajonale shihet me shumë mosbesim nga të gjitha qarqet, brenda për brenda lindjes mesme, dhe ka qenë në armiqësi të hapur me Arabinë Saudite e të tjera, dhe shumë nga vendet e gjirit pikërisht. Në të njëjtën kohë, në këtë botë ku kontaktet janë të vazhdueshme gjithkund dhe Irani ka përdorur disa nga burimet e vendeve të gjirit për t'u ikur sanksioneve, kështu që ka interesa të ndërlidhura ndërmjet tyre. Unë nuk do ta përshkruaja si mungesë solidariteti, ishte e pritshme që në një përplasje kaq të fortë, disa fuqi shumë të mëdha, sepse është edhe Izraeli në mes, për dominim rajonal, sigurisht që lojtarët e tjerë përpiqen aq sa munden që të rrinë më njanë dhe të shohin se nga do të anoj peshorja. Madje do të shtoja që njëra nga mundësitë, që njëra nga gjërat që duhet të shohim me kujdes është se nga do anojnë sidomos vendet e gjirit, Katari, Emiratet e Bashkuara, deri diku edhe Bahreini, pavarësisht se Bahreini ka një problem të brendshëm që është një vend shia që dominohet nga një pjesë e familjes saudite, mbretërore saudite, kështu që është një vend 90%, 85% shia që dominohet nga 15% i sunitëve. Pra është edhe një problem i brendshëm në Bahrein, por përtej këtyre vendet e tjera janë duke pritur që të shohin nga do të anoj peshorja dhe janë duke pranuar kostot e deri tanishme ushtarake. Në momentin që do ta perceptojnë se duhet vepruar, do të hidhen në veprimin e tyre, kanë kapacitete ushtarake si Katari, ashtu edhe Emiratet e Bashkuara Arabe për t'u bashkuar koalicionit Izrael Shtetet e Bashkuara ose për të ndenjur neutral në këtë pikë. Ajo që duhet thënë është që bazat amerikane kanë mësuar jashtëzakonisht shumë sulme në lindjen e mesme, dhe kjo do të jetë edhe një nga trysnitet e tjera për këto vende, sepse duhen rindërtuar bazat, ndoshta duhen edhe modernizuar, kështu që janë disa shtysa që do ta dërgojnë çështjen e lindjes mesme në kanale jo fort të këndshme dhe kanale të rrezikshme, sipas meje. Ka një raport mjaft ngushtë mes Iranit dhe Kinës, e duket sikur e gjithë lufta ndoshta po zhvillohet që Irani të distancohet nga Kina dhe të marrë, po themi, drejt politikës Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pse nuk ka një mbështetje të Kinës për Iranin?
Siç u thash, ne nuk mund ta dim a ka mbështetje të Kinës për Iranin apo jo. Unë besoj që në disa raste Kina ka dhënë mbështetje dhe jo fort të pakët Iranit. Në radhë të parë, Kina është furnizuesi kryesor i lëngut për raketat balistike. Pra raketat balistike nuk mbushen me gjithçka, kanë nevojë për një lëng të veçantë, për një lëng kimike të veçantë që të mbushen dhe që të fluturojnë dhe që të kenë saktësinë e duhur. Kështu që atë e furnizon Kina. Pjesën elektronike të tyre gjithashtu e ka furnizuar Kina. Ju thash pak më parë që para disa javësh Kina dhe Irani kanë nënshkruar një marrëveshje për raketat antinavale, antidetare, e cila duket sikur është nënshkruar duke pasur parasysh që flota amerikane në një kohë apo një tjetër do të ishte në ujërat e afër Iranit dhe do të ishte rrezik për Iranin. Kështu që nuk besoj se është e drejtë që themi që Kina nuk po mbështet Iranin. Në raportet ndërkombëtare, në marrëdhëniet ndërkombëtare, bëhen kalkulime shumë më të holla dhe asnjë fuqi e madhe nuk e rrezikon fuqinë e vet qoftë edhe për një aleat të ngushtë, në qoftë se nuk sheh përfitime për vete. Pra, bëhen llogaritje të cilat sigurisht që drejtuesit e shtetit kinez i kanë bërë dhe po sillen sipas asaj që ata mendojnë është interesi më i mirë i Kinës. Por për ta përsëritur, nuk besoj që nuk ka pasur mbështetje nga Kina për Iranin, ndoshta nuk është mbështetje e hapur luftarake me forca, me trupa, me artilleri, por mbështetja e Kinës për Iranin ka qenë e vazhdueshme gjatë gjithë kësaj periudhe, jo vetëm tani. Gridi, a preket Shqipëria nga kjo luftë? Kësa i thonë që në qoftë se digjet pallati, a preket apartamenti im. Sigurisht që pallati po digjet dhe apartamenti im që është më i vogël dhe më i pambrojturi dhe në krye të cilit është një band hajtutësh dhe kriminalësh të cilët nuk e duan as familjen e vet, që është populli shqiptar dhe shteti shqiptar, sigurisht që rrezikohet. Ne akoma s'na ka ardhur tymi, pavarësisht se në një dalje të Ministrisë së Jashtme iraniane u përmend Shqipëria, gjë që nuk është gjë e vogël. Unë nuk besoj që raketat e Iranit do të harxojë raketa për të sjellë deri në Shqipëri, paktën jo në këtë moment. Pra nuk është ky rreziku që i kanoset Shqipërisë. Por unë mendoj që duhet dalim pak nga mendësia e larg kasolles time, është një mendësi e vjetër dhe dëmprurse për shqiptarët. Duhet parë pak më gjerë, duhet parë pak në interes më afat gjatë, afat mesëm do thoja unë, se afat gjatë duket sikur është larg fort, por nuk është fort larg. Përplasja ndërkombëtare sigurisht që transformohet ose transpozohet, nëse do ta themi me gjuhë profesionale, në marrëdhëniet rajonale edhe në rajonin tonë, rajonin e Evropës Juglindore apo Ballkan, si doni që ta quani. Në këtë rajon ne kemi mbështetës të hapur të Iranit, siç është Serbia, ose kryeministri serb Vučić, i cili në ditën e dytë më duket të fillimit të luftës doli haptasi pro regjimit iranian, dhe kemi në Tiranë si vllajën e tij, i cili shkruan një artikull për hapjen e tregjeve me Serbinë së bashku me Vučićin. Pavarësisht se kryeministri i jon është teorikisht antar i NATO-s, pavarësisht se NATO asnjë informacion shumë sensitiv nuk i kalohet Shqipërisë, sepse dihet që është shport me shumë vrima Shqipëria. Pavarësisht kësaj, ne formalisht jemi antar të NATO-s, por në të njëjtën kohë ne kemi drejtues që i bashkohen mbështetjes së Iranit, pavarësisht se pastaj në deklaratat zyrtare thuhet. Në këto çështje duhet parë çfarë bëhet dhe jo çfarë thuhet. Po do të vazhdoj arsyetimin që ku rrezikohet Shqipëria. Shqipëria rrezikohet nga një përhapje e konfliktit botëror, e cila do të përhapej në Ballkan, e cila do të vinte në krye të çështjes pikëpari sigurinë e Shqipërisë, sepse ushtria jonë nuk ka as më kapacitetin më minimal për të mbrojtur territorin tonë. Doktrina jonë ushtarake bazohet tek mbrojtja e NATO-s. Mirë po, para pak kohësh NATO përpaksa nuk u shpërbë dhe ekzistenca e NATO-s si aleancë që do të mbrojë kufit territorial është vendosur në pikpyetje që në sezonin e parë, që në 4 vjeçarin e parë të presidencës Trump, edhe në këtë të dytën nuk vihet më në diskutim, është një doktrinë e hapur amerikane që Amerika nuk investohet për të mbrojtur kufit e askujt.
Amerika do të investohet vetëm aq sa janë interesat e saj, që ishte një gjë që duhet ta kishim ditur, duhet ta kishim pasur parasysh, sepse është një gjë që nuk ndryshon, vetëm retorika ndryshon, por tani ne jemi në këtë gjendje. Pra është siguria jon, ka shi fqinjve, të cilët jo më larg se sa disa javë më parë, 2 javë më parë më duket, kryepeshkopi ish musliman i kishës ortodokse greke që quhet shqiptare tani, se autoqefalinë ja kanë dhënë në pjatë që me janë ullatusin, po që duhet ishte kisha autoqefale shqiptare, ka marrë pjesë në një mbrëmje dark organizim në Shtetet Bashkuara të Amerikës të organizatave të Vorjo Epirit. Kështu që ne kemi një penetrim të thellë të shtetit shqiptar, ku një institucion jashtëzakonisht shumë i rëndësishëm fetar, një që përfaqëson një pjesë të kombit shqiptar, që janë ortodoksët shqiptar që kanë sakrifikuar për Shqipërinë, kanë sakrifikuar për mëdhetësinë, kanë sakrifikuar për kombin shqiptar, është tani më në duart të agjendave greke. Pra, agjenda greke në Shqipëri, me ta ashtu quajturin Vorjo Epir, është e hapur. Megali Idea vazhdon të jetojë në mendjet e qeveritarëve grek. Ne kemi Serbinë, e cila ka futur në dorë kryeministrin e Shqipërisë, se çfarë ka Serbia për kryeministrin që e mban kaq afër, unë nuk mund ta di, por janë gjëra të pa imagjinueshme ndonjëherë, që një artikull në këtë kohë, një shkrim i përbashkët me Vučićin, është në mes Kosova, që është tjepi shqiptarisë, e cila po përjeton edhe ajo momente shumë të trazuara politike për shkak të papërgjegjshmërisë së politikanëve. Kemi Iliritën, që s'duhet ta harrojmë, që është në një shtet të sajuar, siç është Maqedonia e Veriut, të cilën e kërkojnë 4 shtete, domethënë kemi Bullgarinë që e kërkon, kemi Greqinë që mendon që pjesa e Maqedonisë i takon asaj, e të tjera. Pra, në një hapje të konfliktit, nëse hapet kutia e Pandorës në Ballkan, dhe një konflikt i zgjeruar sigurisht që do ta rihapte, ne shqiptarët jemi më të pambrojturit. Jemi më të pambrojturit sepse kemi shtet hajnash, sepse me dorën tonë kemi shkatruar një ushtri e cila mund mos ishte moderne, por që ishte e organizuar. Me dorën tonë kemi shitur të gjithë llojet e municioneve që sot po rikërkohen në të gjithë botën. Me dorën tonë kemi bërë me pronat e ushtrisë një mishmash aq të papar, saqë të gjithë ata duhen dënuar me pushkatim, ata që kanë dhënë tenderat për heqjen e pronave të ushtrisë dhe dhënien oligarkëve për tradhti kombëtare. Pa pikën e nuk duhet kemi asnjë lloj mëshire për gjithë ata që kanë qenë në krye të atyre punëve dhe që kanë firmosur. Në një gjendje të tillë, ne e vetmja forcë që kemi në është forca e popullit shqiptarëve. Unë besoj që shqiptarët historikisht e kanë gjetur mënyrën për të mbijetuar këtyre fortunave historike, dhe do ta gjejmë edhe këtë herë, po kjo nuk e shfaqson klasën drejtuese shqiptare në të gjitha anët e kufive, për korrupsionin e tyre, për papërgjegjshmërinë e tyre, dhe që na kanë lënë në këtë pikë ku sot jemi në dorë të dikujt tjetër, dhe nuk kemi në dorë shumë pak që të bëjmë vetë. Unë mendoj që hapi i parë që duhet bërë, që të dalim nga pesimizmi në optimizëm, sepse duhet të jemi gjithsesi optimist për të ardhmen e shqiptarëve. Gjëja e parë që duhet bëjmë është që të largojmë këtë pari anti-shqiptare që sundon në Tiranë, dhe të fillojmë të vendosim bazat e një shteti i cili të mbrojë shqiptarët. Në aq sa kemi mundësi sot, po të fillojmë të ndërtojmë tull. Mur bëhet kalaja, ka thënë populli shqiptar, dhe ne duhet të fillojmë të vëmë gurët mbi, pa shkatruar, por duke ndërtuar sipër kësaj që kemi, ose duke ndërtuar për krah kësaj që kemi deri më sot, në mënyrë që nëse do të hapen disa kanale jo të këndshme, kemi mundësinë maksimale për të rezistuar dhe për të përballuar këto fortuna historike.